shkojnë parcelat me shëlqinë dhe sa lekë përshirë shëlqiri. Kosova jep 11 centesi për kilogram. Ti thu shite, qatë shite s'po e shet dot praj, nuk po e shet dot, edhe 50 lekë. Që ta marrë edhe 10%. Shtoj edhe 50 lekë, që 10% 5 lekë, 55 lekë do marrë, po i del kosta fshatarit për shëlqime 55, sa aq pra dil ju dhe do merrni ato 10%. Hyra, byra. 50 lekë që është kilja sot, për 5% bën 5 lekë, do marrë 55 lekë. Bëja kostën fshatarit i del, dhe se të bëni këto fotovoltaikët, të paktën jeni të ndeshëm, bëni dhe një gjë tjetër. Këti që do bëj fotovoltaik, bëj të turpi zotit, bëj dhe një laborator 30.000 euro që të masi ka helme, ka pesticide, mos na i kthej Kroati mrapsh edhe Jugosllavi mrapsh. E Serbi mrapsh. Se shturp që s'ka lushin gjë të tillë. E di si e masim ne. Se ginekologjia lushin s'kishim ne eko, edhe masnim bebe me dorë. Edhe atje ka dal ministri e bujqësisë, e maste pjepri me dorë, shikonte rryp, shërqin, dyp, pjepri, dyp. O, ky është për eksport, pse kështu e që kovaçesh atje, që kallajisim kusine atje, që shiko kemi në rumullaksia dhe hec pjepri se që ka i mi që ka rumullak. është pa dëmtime dhe japim qevrikat. Për që për bëni kështu? E këti vini me ligj avantgard për 2070 që do fotovoltaik do fluturojmë ne. Së është normale, pra. Se Kakaleci e myti tërbufin e burë. E myti tërbufin Kakaleci. E myti, asë jonë që nuk kam me të shketë. E myti tërbufin. Ti dhe fotovoltaik. Po bëjë gjithë fotovoltaiket e tikin gjithë në pëstaj. Në gjithë kanë gjithë të fotovoltaik, ka dali fshatar ale gjithë që ka marë fotovoltaik. Se kam qef dhe unë, e gjithë në tokën bujqësojik, me këtë liqë keni ty shumë mirë, dhe mund bëhet mirë. Po e marë do të të fotovoltaikën? E ale gjithë, po qa, kap ta 1100 hektarë, thua? Shumë po. Shtu pore, se në qofë se reagoni në Ministrisë Bujqësi për 1100 hektarë, fondit juj, qa të themun? Me i vendim në dhe shtatës që registrojët 2024, kur ju e keni dhe me qira dhe i një procesë gjyqësore me qira të gjiun. Edhe prapë se reagoni, unë së kuptoj dot. Kjo është mbrojtja tokës bujqësore. Ate që ju keni me letra, që keni dhe me kontrata, atë të mbroni. Jo të shmbroni këtë duke bërë parte neolike me beton, miliona metër kub beton. Po qas, po del ujtë e nes, ka ujë thana. Jo thanës ju qatë diga, u bë grop. Edhe 24 orë punohështë, o pingat punohështë. Pa du dalë unë ati në majtë digës, që të bëni ju për 8 orë. Po pse? Pse, Allah? Pse du të bëjtë kështu edhe me skrep, po e bëtur për 8 orë. Po si ka mundësi? Që jepni këto njoftime, bës, apo bëjmë përshim shtu ndjerë. Këto është probleme, se vaginatura se dhe atje është për të ardhur keq, me këto mërëni. Grykat e syrë që 55.000 hektarë Myzeqes vadit, edhe është rrezik argjinatura. Këto le fotovoltaikët. Kjo është hapje për fotovoltaik. Por t'i dhe njerëzo burra, vat, firma dhe hec. Dhe nuk është mbrojtje tokës bujqësore, s'ka mbrojtje tokës bujqësore këtu fare. Kjo do ndryshur titulli dhe për shmbrojtjen, çthurjen, abuzimin me tokën bujqësore. Asi gjë s'ka Myzeqea, hiqini dhe këta tani dhe tokën bujqësore, futini xhama aty fotovoltaik edhe të shkëlqejë gjithë Myzeqea. Faleminderit. Në përgjigje të shqetësimeve apo pyetjeve që ngriti zoti Koreshit, ju lutem zoti Guri, qëndroni vetëm tek ligji për mbrojtjen e tokës, pa ekspozen dhe problematikat që ngritin të rësi, sepse ato i kemi diskutuar edhe në raste të tjera dhe kemi lënë një debat brenda IC Trekorikut, kemi dakordsuar në komision që do vi ministri i bujqësisë, autoriteti i sigurisë ushqimore dhe të tjerë, për të bërë një debat më të plot në lidhje me problematikat që ka sot bujqësia. Ju lutem qëndroni vetëm tek përmbajtja e ligjit që kemi në shqyrtim. Faleminderit kryetar, faleminderit i nderuar deputet për shqetësimet tuaja. Për sa i përket projekt ligjit, ndryshimin në ligjin 92-44 për mbrojtjen e tokës, dua vetëm të theksoj diçka që për ne është e rëndësishme. I gjithë pika 6 dhe 7 të cilat ju përmendët janë pjesë e ligjit ekzistues, por
janë përfshirë në këto ndryshime, vetëm se ndryshojnë nga pika D në pikën 6 dhe 7. Pra ky është ndryshimi i vetëm, ndërsa formulimi, përmbajtja dhe të gjithë elementët përbërës janë eksaktësisht të njëjtë si në ndryshimet ligjore që janë bërë që në vitin 2023. Pra, neve nuk bëjmë asnjë ndryshim vetëm përveç faktit në terma të numërimit, kalojmë nga shkronjat, kalojmë në numra. Ndërsa për sa i përket vlerës që ka ky ligj, unë dua të them se ky ligj ka disa vlera të cilat mundsohen që të rregullojnë në mënyrë të qartë disa aktivitete, siç e përmendi edhe relatori, bujësore që janë në hapat e parë sot në nivel të zhvillimit të bujqësisë, por që do të jenë shumë të rëndësishëm nesër pikërisht për këtë karakteristikë të veçantë që ka bujqësia shqiptare, që ka një tokë bujësore e cila është relativisht e limituar, neve duhet të jemi, të themi, përpara me tendencën për të zbatuar teknologji të reja, të cilat pikërisht rrisin akoma më shumë përdorimin e eficient të burimeve natyrore, ujit, tokës, ndër të tjera, por edhe rrisin rendimentet dhe efektivitetin e prodhimit. Faleminderit. Faleminderit, kolegë të tjerë. Kam dhe unë disa pyetje ose sqarime në lidhje me këtë projekt ligj. E para, ka nevojë që në projekt ligj të përcaktohet lejimi i këtyre aktiviteteve në toka me bonitet të ulët dhe të mos zihen tokat me bonitet të mirë që mund të përdoren në bujqësinë tradicionale? A ka rregullim të veçantë ligjor në BE për produktin e përfituar nga këto teknika kultivimi? Dhe a janë të gatshme strukturat dhe kapacitetet tona mbikëqyrëse për këto lloj aktivitetesh? Kur të dalin këto prodhime me këto lloj teknikash të reja, a duhet të evidentohen në për etiketa se është produkt pikërisht nga këto lloj teknologjish? Si produkt që kanë të bëjnë pasaj dhe me shkallën e monitorimit nga strukturat tona përgjegjëse që mbikëqyrin teknologjitë e reja të prodhimit që sot janë gjithandej në botën moderne. Keni raste që është shfaqur interes nga fermerët apo jemi në hapat e parë dhe njohim vetëm, si thuaç, praktika ndërkombëtare? Faleminderit. Faleminderit, nderuar kryetar, për pyetjet tuaja. Dua të kaloj një nga një. Nëse duhet të ketë toka me bonitet të ulët, flasim për aktivitetet të cilat janë të përkohshme. Pra, në çdo rast, këto aktivitete mund të zhvendosen, pra përdorimi i vërtet i tokës si tokë bujësore nuk vjet në pikpyetje. Sigurisht që në fund fare është edhe një qasje individuale sipërmarrëse e fermerëve për të përcaktuar se ku do ta vendosin aktivitetin e tyre. Të gjitha këto aktivitete, të gjitha këto produkte ndjes, të cilat janë vi nga teknologji të tilla si aeroponia, hidroponia, akvaponia, futen në tregjet e prodhimeve bujësore njësoj si produkte tradicionale. Pra, nuk ka as diferencim në produktin final, as diferencim në etiketim që të kërkoj një mbikëqyrje të veçantë nga ana institucioneve që sigurojnë sigurinë ushqimore, krahasuar me produktet e tjera. Ato zbatojnë të njëjtat rregulla të shitjes, të cilësisë, si të një tregu të unik, si produktet e siguruara nga prodhimi tradicional i produkteve bujësore. Ajo që dua të them është fakti se duke qenë se edhe në aeroponi, edhe në hidroponi dhe në akvaponi, të gjithë elementët ushqyes dhe të mbrojtjes së bimëve janë të përcaktuara qartë, produkti final përgjithsisht del me përmbajtje të pesticideve ose mbetjeve shumë të ulët se sa produktet tradicionale, sepse procesi është i kontrolluar në mënyrë rigoroze. Dhe e fundit, pyetja juaj e fundit është a ka interes nga fermerët.
neve kemi patur disa interes, aktualisht ka disa fermerë të cilët zhvillojnë aktivitetet të tilla, të cilët duke qenë avangard nuk kanë mundur që të kenë një të themi njohje dhe certifikim të plot pikërisht për faktin se neve nuk ishim bërë këto ndryshimet në aktin në kuadrin ligjor. Ka fermë të cila merret me hidroponin që është në zonën e Fierit, mos gaboj, ka akuaponi e cila lidhet me kultivimin e algave e cila është në zonën e Elbasanit, pra ekzistojnë shembujt e parë që tregojnë që për bujësi me sipërfaqe të reduktuara, siç është bujësia shqiptare, janë mundësi alternative shumë efikase, sidomos në kushtet e prodhimeve të cilët janë të hershëm në kohë apo me vlerë të shtuar të prodhimit final. Faleminderit. Po, faleminderit, zoti Zëvendësministër. Këtu e mbyllim debatin për projektin, kalojmë në procesin e votimit. Kush është dakord në parim për miratimin e projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshimin në ligjin numër 92/44 datë 17 qershor 2004 për mbrojtjen e tokës bujqësore të ndryshuar? Dakord? Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Kalojmë në votimin nën për nën. Neni 1 me këto ndryshime. Pas pikës 11 të neni 2, shtohet pika 12, 13, 14 me përmbajtjen që përfshin ato teknologjitë e reja, aeroponi, akuaponi, hidroponi. Pas pikës 14 me propozimin që u bë nga relatori, shtohet dhe pika 15, akvakultur. Ka të njëjtin kuptim si me ligjin 103/2016 për akvakulturën. Dhe në pikën D të nenit 14, krahas fjalëve aeroponi, akuaponi dhe hidroponi, shtohet dhe akvakultur. Kjo është të neni 2. Po kalojmë njëherë të neni 1. Kush është dakord me neni 1? Me shtesën që lexova unë? Dakord, miratohet. Të neni 2 pra kemi ndryshimin vetëm që shtohet dhe fjala akvakultur. Kush është dakord me neni 2? Miratohet, kundra s'ka, abstenim s'ka. Në nenin 2 shtohet pas pikës 7 të kriteret për përdorimin e tokës bujqësore, pas fjalëve aeroponis, akuaponis dhe hidroponis dhe akvakulturës. Kush është dakord me këtë pikë? Miratohet. Neni 3? Miratohet, kundra s'ka, abstenim s'ka. Neni 4, hyrja në fuqi e ligjit. Miratohet, kundra s'ka, abstenim s'ka. Kush është dakord në tërësi? Dakord, projekt ligji miratohet. Faleminderit përfaqësuesit e ministrisë. Këtu mbledhja mbyllet dhe do rifillojmë mbledhjen tjetër mbas pak minutash.